Doktori dhe Rama janë në bashkëqeverisje. Po, atë e di me, tha vetaj, do marrë të djathët ta. Ajo që ndodhi në parlament, kush do rrinte 25 orë me çad rast. Po, i tha Rama ati ma mbyllë që se kam po. Pa tjetër, more, e mbyllën aty për 20 minuta, unë bëj sikur gjuj me këtë, unë mërzitëm nga djela, ikën shtëpi, mua bet kot. Tani këta, te dy gjëra nuk falë. Jo, më falë, e kam serioze këtë. Jo, po, në qofë të demokratëve, dhe më në të lëgjë, një sekundë, se demokratët janë shumë më lartë se elita e tyre. Demokratët janë shumë më lartë se elita e partisë tyre. Me shumë respekt do të them vetëm fakte pse këta janë në bashkëqeverisje të plotë. Këta, kur vjen puna të ndryshimet e kodit elektoral, këta janë bashkë. Kjo është bashkëqeverisja, që ti dikton rregullat e garës në interesin tënd, në pushtetesh dhe Sali Berisha. Unë nuk njoh një biznesmen ose oligark Sali Berishës që vuan sot se s'po merr punë nga Edi Rama. Janë dëndur në para, s'kan nga i çoj. Në për thase, janë tu i varros në për çanta, në për vila. Ja, kjo është e vërteta. Tani. Na vëm, po na vëm. Thuaj se vete unë, kam unë një kasë në shtëpi, më thuaj se vete unë i kërkoj. Kur vjen puna te kjo, këta janë bashkë. Kur vjen puna te reformat, edhe ajo reforma e famshme e 2015-s, Basha nuk doli kundër. Ishte në deal me Ramën. Thjesht tha unë po distancohem dhe me demek bojkotoj. Këta e nderuar te parat dhe te ligji elektoral që i mban ata në kryet këtij vendi janë bashkë. A do marri ndonjëherë Gazin Rama ministër? E ka bërë ministër Gazin Rama, po ju se kuptoni se kush e mban Gazin nën kryetar të Partisë Demokratike pasi ka humbur dhe është tallur me gjithë demokratët. E mban Rama ndoshta, më kujt di ti? I ka thënë doktorit. Po mi fute spica tani, po na thuaj sikur 101 reforma. Po 101 Partia Socialiste në pushtet. Prandaj ka filluar thotë 2050-a ka ishur. Ore unë isha e gëzuar që thoshte 2030-a, tani ka thotë 2050. Fal, se kam njerëz të arsimuar mirë këtu. Mandatet ndahen bazë popullsisë. Po. Nga Tirana ose nga shkumbini e poshtë, jugu, është pjesa më e madhe e popullsisë, se ne veriu jemi braktis, i kemi lënë, kemi ikë. I çoj edhe Fatoma ai edhe tani Rama 51 mandate mikuin, ti bën nga Tirana në Gjirokastër. Nuk ka nevojë të zbresin Lezhën, Shkodrën, Dibrën, Kuks fare. Kështu që me këtë popullsi që kemi, me këtë demografi që kemi... Nëse popullsia është e lumtur që do të paguajmë shumë taksa në 2026... Tani, më falë, unë po bëj analistë të qëllimeve...